Në ambientet ku po qëndrojmë, pas pak pritet të fillojnë punimet në kuvendin zgjallor të Federatës së Futbollit të Kosovës, ku pritet që të zgjidhet presidenti edhe për një mandat 4 vjeçar, pra 2026-2030. Siç dihet deri më tani, kandidati i vetëm për kryetar është edhe kryetari aktual i Federatës së Futbollit, zotëri Agim Ademi, i cili po synon që të marrë mandatin e tretë në krye të këtij institucioni sportiv. Në kuvend, ashtu siç kemi mësuar, pritet që të marrin pjesë edhe përfaqësues të UEFA-s dhe FIFA-s, dhe po ashtu pritet që të jetë i pranishëm edhe kryetari i Federatës Shqiptare të Futbollit, zotëri Armand Duka, ndërsa do të ketë përfaqësues edhe nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, si dhe nga Komiteti Olimpik i Kosovës. Duhet të cekur se caktimi i këtij kuvendi me 5 shkurt këtë ditëve të fundit zgjalli reagime të forta, duke përfshirë edhe Ministrinë e Sportit, e cila kërkoi që së pari të harmonizohet statuti i FFK-s me ligjin e sportit në Kosovë, mirë po ndaj kësaj kërkese ka reaguar, siç e dim, UEFA, e cila ka kthyer një përgjigje duke i kërkuar Ministrisë së Sportit që të mos ndërhyjë në kuvendin zgjallor të Federatës së Futbollit të Kosovës dhe se çdo paqartësi duhet të bëhet vetëm pasi të përfundojë kuvendi zgjallor i kësaj federate, që do të mbahet sot dhe pritet që të fillojë nga ora 11. Për detajet e tjera se çfarë do të ndodhë gjatë kuvendit pas tij dhe si do të shkojnë të gjitha punimet, ne do t'ju mbajmë të informuar këtu nga vendi i ngjarjes.